Benita ka qenë pa dyshim një nga banorët më të komentuara të këtij edicioni të Big Brother Kosova. Që nga hyrja e saj në shtëpi, ajo ka tërhequr vëmendjen e publikut me karakterin e saj të drejtpërdrejtë, mënyrën e të shprehurit dhe gatishmërinë për të u përballur me çdo situatë, pa u fshehur pas maskave. Pikërisht kjo e ka bërë Benitën një figurë që ose e do fort, ose e kritikon pa kompromis. Gjatë javëve të qëndrimit në shtëpi, Benita është përfshirë në disa debate të forta, por një nga momentet më të diskutuara ishte ai kur një nga banorët e quajti atë fjolle. Kjo fjalë, e thënë në një ton përçmues, u përjetua nga Benita si mungesë respekti dhe nënvlerësim i drejtpërdrejtë. Situata u tensionua menjëherë, pasi personi në fjalë, i cili ndodhej i shtrirë në shtrat, u egërsua nga reagimi i Benitës, u ngrit nga krevati dhe u përplas verbalisht me të. Ky moment u shndërrua shpejt në një nga skenat më të nxehta të spektaklit. Zërat u ngritën, emocionet dolën jashtë kontrollit dhe publiku pa një Benit që nuk pranoi të heshte apo të tërhiqej. Ajo e bëri të qartë se nuk toleron etiketime fyese dhe se kërkon respekt, pavarësisht lojës apo strategjive brenda shtëpisë. Shumë shikues e pan këtë reagim si shenjë force dhe vetë respekti, ndërsa të tjerë e kritikuan duke thënë se Benita shpesh e çon situatën drejt konfliktit. Megjithatë, është e pamohueshme se ajo di si të krijojë dinamik në lojë dhe të mbajë vëmendjen e publikut të fokusuar tek ajo. Çdo debat ku përfshihet Benita kthehet në temë diskutimi në rrjete sociale, portale dhe studio televizive. Përtej debateve, Benita ka treguar edhe anën e saj emocionale. Ka pasur momente reflektimi, biseda të thella me banorë të tjerë dhe rrëfime personale që e kanë humanizuar figurën e saj. Kjo kontrast mes ashpërsisë në debate dhe ndjeshmërisë në momente intime e bën atë një personazh kompleks dhe interesant për publikun. Në përfundim, Benita është një nga ato banore që e mbajnë gjallë Big Brother Kosova. Qoftë përmes